Kryeministri në detyrë Albin Kurti është vetë lavdëruar për punën e ekzekutivit gjatë mandatit 4 vjeçar. Kurti ka thënë se sot bëhen 4 vite që nga mbledhja e parë e qeverisë që ai drejton e mbajtur në mars të vitit 2021. Ai ka vlerësuar se qeveria e tij gjatë këtyre 4 viteve ka arritur rezultate të jashtëzakonshme. Kurti ka përmendur ballafaqimin me pandeminë, krizën e energjisë dhe inflacionit, liberalizimin e vizave, investimet në shëndetësi e në mbrojtje, faturimin e rrymës në veri e mbylljen e strukturave ilegale. Sot 4 vjet më parë, me 26 mars 2021, qeveria jonë që këtë javë ka mbushur 4 vjet e mbajti mbledhjen e saj të punës aso kohe. Prej atëherë jemi takuar të paktën 2 herë në muaj në këtë sallë, në gjithsej 254 mbledhje përfshirë edhe ato elektronike. Kemi marrë 2257 vendime, secili dhe gjithmonë të mirë të mirëqenies së qytetarëve, të zhvillimit ekonomik, të reformave të nevojshme për progres dhe mbrojtje të interesit shtetëror e publik. Ai tutje ka kritikuar gjykatën kushtetuese dhe mediat që sipas tij nuk kanë arritur të zbejnë sukseset e qeverisë. Përkundër pengesave dhe vonesave dëshpëruese me ankesa opozitare në gjykatë kushtetuese që bllokuan shumë gjëra përfshirë edhe atë të çmimeve tavan për produktet bazike, e pavarësisht sulmeve paramilitare dhe terroriste dhe përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për destabilizim, e përmbi zhurmën e madhe të debateve televizive të mbrëmjes, qeveria jonë ka arritur rezultate të jashtëzakonshme. I pari i qeverisë ka folur edhe për 4 komunat në veri, ku tha se kanë shtrirë ligjshmërinë dhe sovranitetin në atë pjesë. Kurti tha se në mandatin e ri, ushtrisë do t'ja ndajnë mbi 1 miliard euro, ndërkaq premtoi edhe ndërtimin e 2 spitaleve të reja.